Përshëndetje të gjithëve, receta sotshme është një tortë me puding. Do ta përgatisim në këtë mënyrë. Do të përgatisim fillimisht pudingun, i cili përgatitet shumë thjesht, e keni edhe të shënuar tek fleta pas pudingut. Do të ngrojmë pak shumësh, do të shtojmë vaniljen edhe pudingun, më pas do ta trazojmë. Do t'ja shtojmë qumshit të ngrohur, e trazojmë në këtë mënyrë derisa të formohet pudingu. E hedhim në një enë, do të shtojmë pana, do ta trazojmë mirë dhe më pas do ta fusim në ngrirje për disa minuta. Më pas të nxjerrim nga ngrirja dhe do të vendosim në përqeset që janë kastile për ëmbëlsira. Do të na duhet më vonë. Ndërkohë le të përgatisim dhe brumin me vezë. Do të trajmë sheqerin dhe vezët dhe shikojmë vanilje për rreth 10 minuta. Dhe tomata të bëjnë ngjeshur. Më pas do t'i shtojmë qumshtin dhe vajin dhe do ta përzijmë shkurtimisht. Në fund do të shtojmë mielin, pluhurin e pjekjes dhe një maj gishta shkrip dhe do ta përzijmë me kujdes nga poshtë. E hedhim brumin në një tepsi me diametër 26 cm, e rrahim mirë pudingun e ftohur me një raste me dorë për pak kohë, më pas e hedhim në një qese kuzhine dhe vizatojmë vija dekorin mbi brum. Në këtë mënyrë e dipim tortën në furrë të ngrohur paraprakisht në 175 gradë Celsius për rreth 35 minuta. Jo bëf mirë nëse e provoni. Nëse dëshironi, në fund mund të hidhni edhe sheqer pluhur nga sipër. Ju bëft mirë edhe një herë, ndërkohë mos harroni të bëni like dhe subscribe për të tjera video si këto.